Zyrtarisht, Çagataj Ulusoi, mashkulli më i pashëm i Turqisë për vitin 2025. Aktori të njohur turk, Çagataj Ulusoi, i shtohet një titull i ri në koleksionin e tij, këtë herë të bazuar plotësisht në votën e publikut. Sipas raportimeve të mediave turke, si Sonsoz Gazetesi, një sondazh i zhvilluar këtë nëntor në një platformë ndërkombëtare ka zgjedhur yllin e serialeve si mashkulli më i pashëm i Turqisë. Në garë ishin emra të shumë të njohur të showbizit turk, por Çagataj arriti të grumullojë numrin më të madh të votave, duke dëshmuar popularitetin e tij që ka përcen kufijtë e vendit. Ky titull është krejtësisht i ndryshëm nga çmimi i fituar nga ai në vitin 2010, kur u shpall modeli më i mirë i Turqisë, një vlerësim profesional që i hapi rrugën karrierës së tij në aktrim. Sondazhi nëntorit 2025 reflekton ndikimin dhe pëlqyeshmërinë aktuale të aktorit pas sukseseve të tij të mëdha në platformat digjitale me serialet Kubra dhe rolin transformues në Gadar. Publiku ka treguar se Ulusoi nuk është vetëm një aktor i talentuar, por edhe një ikonë e stilit dhe karizmit në industrinë turke. Në horizont është projekti i tij i ri, Estref Rüya, ku do të ndaj ekranin me yllin tjetër të kinematografisë turke, Demet Özdemir. Aktiviteti i tij profesional dhe prania e vazhdueshme në skenë padyshim kanë ndikuar në këtë fitore popullore, duke konfirmuar se Çagataj Ulusoi mbetet një nga figurat më të rëndësishme dhe të dashura të industrisë turke të argëtimit.